Të rinj dhe të reja po vinë me ne në opozit, për t'i dalë përballë bashkë me ne, për të zhvilluar bashkë me ne dhe për t'i kthyer bashkë me ne qeverisë arbitrare dhe arrogante betejën që kjo qeveri ka shpallur ligjit, kushtetutës, konsensusit, zgjedhjeve, institucioneve të pavarura, opozitës, sipërmarrjes, lirive dhe drejtave të qytetarëve, me fjalë tjera, kolonave identitare të demokracisë dhe shtetit ligjor. Ky është momenti një zgjimi të madh, shumë domethënës i rinisë shqiptare. Sa më fort godet arbitrariteti i qeverisë në kolonat e shtetit ligjor dhe demokracisë, aq më masivisht e më fuqishëm bashkohet rinia me Partinë Demokratike dhe me opozitën e vendit. Sa më shumë godet kriza dhe përkeqësimi në jetën e çdo qytetari, aq më vrullshëm ngrihet rinia për t'i thënë ndal së keqes, me bindjen se nuk kemi kohë për të humbur e nuk duhet t'i japim kohë së keqes. Kemi besim të plot se ashtu si 23 vjet më parë, në ditën historike të rrëzimit simbolit diktaturës, rinia do të vërshoj, do të jetë shumica, do t'jap tonin në marshimin e protestës që kemi thirrur kundër mashtrimeve dhe dështimeve të qeverisë Rama Meta, kundër rrezikimit të demokracisë son nga kjo mazhorancë. Të vjetra dhe bajate thirrjet se nuk do të na presin pafund për reformën administrative territoriale pasi pas ka numrat për ta bërë, siç nuk e ka bërë asnjë parti, asnjë qeveri, asnjë shtetar gjatë këtyre 23 viteve. Duam t'u bëjmë të qartë sërish sot. Nuk i ka numrat e popullit për të votuar një reformë tillë. Kanë vetëm numrat e pazareve dhe kjo vetëm e shumë fishon zullumin e njanshmërisë për një reformë që zakonet, tradita dhe standardet europiane e kanë shenjtëruar si gjithëpërfshirëse. Na presin kot sa për të larë gojën nëse nuk zgjidhin çështjen e votimit me konsensus të kësaj reforme shumë të rëndësishme dhe rivendosjen e konsensusit në tërësi. Pak të zgjidhje. Ne do t'i presim me kushtetutë në dorë në sheshet dhe rrugët e protestave dhe kundërshtimit të fuqishëm popullor, duke nisur me marshimin e tentes në Tiranë.